Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Një gjetje e kësaj bime në lavatriçen tuaj bën mrekulli me rrobat tuaja. Të gjitha shtëpiaket dhe ëndisat kërkojnë metoda të përsosura dhe efikase në veçanti për rrobat. Ndoshta deri tani gjethen e dafinës e keni njohur vetëm si një bimë kurative, por tashmë ju mundet ta përdorni atë pa frikë për të pastruar në mënyrë fantastike rrobat tuaja. Kjo është një metodë e cila është përdorur nga mamat dhe gjyshet tona. Ato gjithmonë kanë vendosur një gjethë dafinë brenda lavatriçes, gjë e cila ndikon shumë në ngjyrën e rrobave. Gjethet e dafinës mund t'i vendosni direkt në lavatriçe, por kjo bimë nuk është e vetmja e cila mund të përdoret për këtë punë. Ju gjithashtu mund të hidhni piper për të marrë të njëjtin rezultat. Kjo është një mënyrë e vjetër, por edhe sot kjo metodë është mjaft efikase për anvisat. Përdoret si në pëlhura të bardha, ashtu edhe për ato me ngjyra dhe si rezultat rrobat tuaja do të duken njësoj si në ditën e parë. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë se çfarë ndodh nëse përdorni uthull në lavatriçe. Uthulla është një mjet i gjithanshëm i cili mundet që të jap një zgjidhje për shumë probleme të vogla të jetës së përditshme. Është jashtëzakonisht e dobishme në pastrimin e shtëpisë, në rutinën e bukurisë dhe njëkohësisht në larjen e rrobave. Përfitimet e uthullës në lavatriçe. Përdoreni atë në vend të zbutësit. Vetitë e uthullës e bëjnë atë materialin ideal për të zëvendësuar zbutësin e rrobave. Përdorimi i uthullës në lavatriçe do t'i bëjë rrobat tuaja të buta dhe njëkohësisht pa erë. Gjithçka që ju duhet të bëni është që të shtoni 1/4 filxhan në shpëlarjen e fundit të makinës larëse. Siç e tham, uthulla është njëkohësisht po aq efektive sa zbutësi i rrobave dhe sigurisht akoma edhe më ekonomike. Kështu që ju do të kurseni para dhe të paktën në disa nga larjet tuaja mund ta provoni këtë metodë në vend të zbutësit të rrobave. Është natyrale dhe nuk e dëmton mjedisin apo lëkurën. Ndryshe nga zbutësi i rrobave, uthulla është një produkt natyral, prandaj është miqësore me mjedisin dhe lëkurën. Ndërsa zbutës të ndryshëm ka të ngjarë që të shkaktojnë acarim dhe njëkohësisht kruajtje në lëkurë. Në larjen me rroba me ngjyra, ky material është zgjidhja më e mirë. Përbërja e tij është e tillë që mbron ngjyrën dhe ndihmon rrobat ta mbajnë atë të pandryshuar me larje. E njëjta gjë vlen edhe për rrobat e zeza, ngjyra e të cilave tenton të zbehet me kalimin e kohës. Përveç se i bën rrobat tuaja më të buta, redukton gjithashtu grumbullimin e kriprave brenda makinës larëse. A do të lër uthulla një herë në rroba? Përgjigjja është jo dhe ju do të zbuloni këtë pasi rrobat tuaja të jenë tharë. E rëndësishme sigurisht është që ju të mos e teproni. Gjysmë filxhani është mos e mjaftueshme për të pastruar thellë rrobat tuaja dhe njëkohësisht për t'i bërë ato akoma edhe më të lëmuara. Sipas ekspertëve, nëse doni që të keni rroba borë të bardha, para se t'i lani duhet të bëni këto truke. E bardha është pikërisht ngjyra e verës, pasi përcjell freski, pastërti dhe njëkohësisht për më tepër nuk përthith rrezet e diellit siç bëjnë ngjyrat e tjera. Pëlhurat e lehta, gjithashtu linoja, pambuku, preferohen më së shumti, por si një medalje me dy anë dhe e bardha ka një defekt, e cila bëhet shumë shpejt pistë. Nëse nuk tregoni kujdesin e duhur për rrobat në këtë ngjyrë,
ato me kalimin e kohës do të zverdhen, gjë e cila nuk dëshirohet nga askush. Sekreti i rrobave borë të bardha nuk qëndron tek pluri larës apo tek detergjenti zbutës, por tek këto truke të cilat ju mund t'i përdorni në kushte shtëpie. Shtoni lëng limoni në larjen e rrobave me dorë. Duke shtuar një filxhan lëng limoni në ujin e nxehtë, ju do të arrini që të keni rroba përsosmërisht të bardha. E mira është që t'i lini disa orë dhe pas shpëlarjes t'i thani ato në diell. Shtoni uthull të bardhë në lavatriçe. E gjitha çfarë duhet të bëni është thjesht të hidhni në një filxhan uthull të bardhë të distiluar në ciklin e shpëlarjes së rrobave dhe rrobat tuaja të bardha do të shkëlqejnë. Keni kujdes që në lavatriçe të keni vetëm rroba me këtë ngjyrë. Sodë buke. Kjo metodë aplikohet përpara se rrobat tuaja të lahen në lavatriçe. Në një legen hidhni mjaftueshëm ujë sa për të mbuluar rrobat e bardha dhe shtoni sodë buke rreth një gotë ose në varësi të ujit që keni në legen. Lëreni rrobat për disa orë dhe më pas lajeni në lavatriçe. Provoni peroksid hidrogjeni. Peroksidi i hidrogjenit ka aftësinë që të heqë njollat e ndryshme nga rrobat e bardha si asnjë detergjent tjetër. Shtoni një gotë peroksid në larjen e fundit dhe kështu ju nuk do të keni nevojë për as edhe një gjë tjetër. Ndërkohë, lavatriçja është pajisja më e rëndësishme në shtëpinë e të gjithëve. Megjithatë, duke e përdorur vazhdimisht në shtëpi, sidomos me fëmijë të vegjël edhe çdo ditë apo 2 herë në ditë, ne rrezikojmë që ta prishim më shpejt nga çfarë është parashikuar kur e kemi bler. Myku dhe kalgaret mund të prishin funksionet normale të lavatriçes, si për shembull pastron rrobat edhe lavatriçja ka nevojë për t'u pastruar. Një nga mënyrat më ekonomike dhe njëkohësisht më të efektshme për të pastruar lavatriçen është pikërisht ajo me uthullën e bardhë, e cila do të shërbejë si një detergjent për të zbutur rrobat tuaja. Mjafton që të shtoni pak uthull të bardhë tek vendi ku ju hidhni zbutësin e rrobave dhe të procedoni siç bëni zakonisht. Rrobat tuaja do të jenë më të pastra dhe lavatriçja juaj nuk do të rrezikojë që të dëmtohet. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ju mund të vendosni dhe piper të zi në lavatriçe. Për larjen e rrobave ju zakonisht përdorni detergjent dhe kjo gjë ka kuptim, por a i dini se përveç pastrimit të rrobave, detergjentët lënë shenja dhe njëkohësisht heqin ngjyrën e rrobave? Për të shpëtuar nga ky problem, sugjerohet të përdorni gjithnjë piper të zi. Ju ndoshta nuk e besoni, por përzierja e një luge piperi zi me detergjentin tuaj parandalon njëkohësisht në ndryshimin e ngjyrës. Ajo që është e rëndësishme është të përdorni temperaturë të ulët të larjes. Struktura e piperit të zi mundet gjithashtu që të parandalojë që mbetjet e detergjentit të ngjiten në rrobat tuaja. Për më tepër, piperi i zi parandalon transformimin e ngjyrave në rroba. Përveç piperit të zi, ekspertët rekomandojnë dhe disa tableta që përdoren për lavastovigje për të parandaluar bllokimin e lavatriçes. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.